pas dekadash në periferi të vëmendjes ndërkombëtare, apo shndrohet Shqipëria në një vend të lakmuar sa i përket xhirimeve të filmave ndërkombëtar apo global? Dhe çfarë do thotë kjo për ekonominë e vendit tonë? Pikërisht për këtë temë do flasim në episodin e sotëm të podcastit tonë Business Plus. Kemi ftuar drejtorin e qendrës kombëtare të kinematografisë, zotin Jonid Jorgji. Përshëndetje. Shumë kënaqësi për ne që e kemi sot këtu dhe do doja që të nisnim me atë pyetjen utopike që na ngjason ne që e dëgjojmë. A do të mund Shqipëria vërtet të shndrohet në një shesh xhirimi Hollywoodi? Kjo varet nga shumë faktorë. Por gjasat janë të mira, koha shumë e mirë. Shqipëria momentalisht është në fokus në syrin e shumë produksioneve ndërkombëtare dhe të mëdha, duke përfshirë ato europiane, por edhe ato amerikane të mëdha. Si një vend xhirimi, por edhe si një vend lokacion ku mund të vendosen studio të mëdha. Kështu që fokusi është, interesi është prehur. Tani e varet nga ne se sa do ta kapim të moment. Çfarë duhet bërë në këtë rast? Një sër gjërash, të cilat për hir të vërtetës ne kemi filluar të bëjmë. Po. Që thotë, e para janë incentivat fiskale. Ne në këtë treg, në tregun e të qenit lokacion perfekt filmi ose të qenit lokacion për studiot, konkurrojmë me vendet të rajonit momentalisht. Konkurrojmë me Serbinë, Maqedoninë, Bullgarinë, Hungarinë, që është shumë fuqishëm, dhe patjetër dhe me Kosovën, edhe pse një kom. Po jemi në konkurrim momentalisht. Kështu që të gjithë të vendet që sapo përmenda kanë disa paketa incentivash, duke filluar nga tax rebate, ose cash rebate, tax shelteri, duke filluar nga incentiva të ndryshme që lidhen me kreditimin e produkteve audiovizuale, etj. Ne tani po jemi në këtë fazë që po hartojmë një ligj të ri për kinematografinë, për audiovizualin përgjithësi. Ligji që me cilin operojmë momentalisht është goxha i vjetër dhe ka nevojë goxha për ndryshime, sepse dhe realiteti i industrisë audiovizuale ka ndryshuar shumë. Dhe në kuadër të kësaj pune që po bëjmë me ligjin e ri, përfshihen patjetër edhe këto incentiva, që do thotë ato që sapo përmenda, kthimi i taksës mbrapsht, që është shumë i rëndësishëm për produksionet e huaja që vijnë. Pra një industri, një kompani filmike vjen të xhirojë në Shqipëri dhe që ta kuptoj audienca më tepër. Po. Cash rebate ose kthimi i taksës mbrapsht është një taksë e cila tash në vendet e rajonit po gjithë botës ekziston. Është për të incentivuar produksionet, të cilat vinë xhirojnë në vendin përkatës, në rastin konkret nëse duam të sjellim në Shqipëri. Në momentin që ne vërtetojmë me faturat e tyre që ata kanë harxuar X para, X buxhet në vendin tonë, ne i kthejmë mbrapsht një përqindje të caktuar të atyre që ata kanë harxuar në Shqipëri. Kjo përqindje është gjithmonë në varësi se cili vend ka ato përqindjet e veta. Në rajon lëvizim nga 25 deri në 40%. Sa po diskutohet të jetë në Shqipëri? 31%. 31, okay. Është ajo që ne po diskutojmë. Tani kjo është në procese diskutimi, kuptohet. Në fund fare do jetë Ministria e Financave që e sheh portofolion e di mirë se sa ka portofolin, se sa ka mundsinë, por patjetër që do jetë me shumë interes dhe shumë e rëndësishme për industrinë audiovizualet në Shqipëri. Kjo do jetë një nga ato detajet tërheqëse, cilat patjetër do influencojnë në vendimet që do marrin produksionet për të ardhur apo mos ardhur në Shqipëri. Edhe pse mund të them që Shqipëria vazhdon të jetë një nga vendet një vend shumë adapt për xhiruar. Për disa arsye. Para edhe pse se kemi këtë taksë momentalisht, të kthimit taksës mbrapsht. Jemi nga vendet më të lira në rajon për të xhiruar. Mjafton të llogaritësh që ne lejet e xhirimeve që kushtojnë shumë në çdo vend botës, ne pothuajse i kemi me një kosto zero, pothuajse. Do thotë ti mund të
gjirosh në përsheshe të ndryshme të kryeqytetit ose në site të ndryshme turistik të Shqipërisë dhe paguan pothuajse zero. Është një, domethënë është një avantazh i lartë. Avantazh një ndikues i madh në buxhetin e një filmi. Patjetër. Vazhdon fuqia punëtore, do në zanatët, për fat keq, por është realitet, janë goxha më të lirë se gjithë vendet e rajonit. Është një vend i cili kushtet e tij gjeografike e bëjnë shumë të përshtatshëm për arsye sepse ka një larmishmëri peizazhi në një rrezë shumë të vogël. Domethënë ti nga deti në mal kalon për një gjysmore duke dhënë makinës, sepse kështu që këto influencojnë shumë produksionet e filmit. Patjetër, në koston totale. Dhe njëkohësisht është një vend i cili për fatin ton të mirë, është një vend që ka 300 ditë diell në vit. Domethënë quhen 300 ditë xhirime në vit. Gjë që e bën shumë më adapt për të xhiruar. Gjitha këto faktorë të tjera, patjetër, faktorët e tjera bëjnë që të jetë një vend i lakmuar për xhiruar Shqipëri. Dhe kjo ndodhi më saktë u zbulua si vend gjatë pandemisë. Sepse gjatë pandemisë, ku shumë vende të ndryshme rregullat për xhirime, prodhime i kishin më strikte, ne i kishim pak më të lehta. Dhe pati dhe produksionet ndryshme, sidomos në këto vende të afër nesh, fqinjët ta, erdhën xhiruan tek ne. Seriale, produkte komerciale, videoklipe, muzikor. Dhe këtu ishte momenti që u zbulua si vend. Dhe ishte një vend, është një peizazh i pa zbuluar. Ka ndonjë produksion në veçantë që e bëri më të njohur? Po. Ka disa produksione, po një ndër produksionet që e bëri shumë të njohur në gjithë arenën europiane, por që pati edhe një impakt shumë mirë në turizëm, ishte një reality show shumë i njohur holandez, të cilët erdhën për të bërë thjesht një episod të asaj në shfaqjes së tyre me shumë seri. Dhe kur zbuluan Shqipërinë, vendosën ta bënë gjithë sezonin në Shqipëri në atë periudhë. Dhe pasi xhiruan gjithë sezonin në Shqipëri dhe atë serin finale që ishte shumë e ndjekur në vendin e tyre, ka qenë viti ku Tirana dhe Shqipëria u mbush me turistë holandez. Dhe ishte që do thotë impakti është ndërlidhur. Pastaj siç janë gjithë networku i produksioneve, qoftë televizive, qoftë filme etj. Në qartë. Është kjo që shpërndajnë llafin ose pa fjalën e vërtet, word of mouth. Word of mouth, edhe kjo në një farë mënyre e filloi të lakohet emri Shqipërisë dhe filloi të shihet intereson gjithmonë më tepër. Dhe sot ka akoma më tepër interes. Ne nuk po bëjmë në një fushat të madhe promovuese për Shqipërinë, bëjmë patjetër edhe si qendra kombëtare në kinematografisë, edhe në funksionin e zyrave të filmit bëhet një fushat, por prapë është minimale. Dhe ajo që sjell produksionet tek ne, vazhdon të jetë llafi, fjala që shpërndajnë produksionin, sepse kushdo produksione që ka ardhur deri tani në këto vite janë larguar shumë me përshtypje shumë të mirë. Po, nëse do referohemi disi të termave ekonomik, çfarë do thot për një vend në terma të punësimit, turizmit, të zhvillimit të komunitetit vendas, ardhja e pikërisht të produksioneve të ndryshme. Dhe përveç këtyre gjërave pozitive, ka dhe negative që mund të ndikojnë pak impaktin e komuniteteve? Dhe jemi shumë i qartë edhe nga shembujt e vendeve të rajonit. Në çdo cent i investuar në sidomos në kinematografi, nga shteti, me cash rebate ose në çdo formë, nga statistikat e vendeve të rajonit, po flas Kroaci, Serbi, Bullgari, Maqedoni, ka sjellë mbrapa 7 cent. Kjo thotë është raporti 1:7. Dhe këto menjëherë, domethënë industria audiovizuale menjëherë impakton turizmin. Që do thotë momentin që vendi jon ose një lokacion posaçëm shfaqet nëpër ekranet mëdha të botës,
qoftë në për kinema, qoftë në për televizione, qoftë në për rrjetet sociale tani më. E qartë, që kanë impakt të konsiderueshëm. Ajo me njerë sjell turizëm. Ne sapo ju tregova shembullin e Hollandës. Ne për hir vërtetës, për kushtet ndryshme politiko historike, me Hollandën nuk kemi pas më përpara shkëmbime turistike, kemi pas shumë pak. Ne mund të shkonim, po nuk vinë shumë turistë nuk ka patur interes. holandez. Tashmë Shqipëria është destinacion për turizmin holandez. Kështu që e njëjta gjë ka ndodhur në Kroaci ose në Malzi, në momentin që Game of Thrones xhiroi seri aty. Tani Kroacia flasim është një nga vendet më të lakmuara për turizëm. Patjetër. Dhe patjetër që shifrat e të ardhurave nga turizmi janë goxha më të mëdha. Edhe tek ne. Domethënë dokumentarët, emisionet, por edhe influencerat, video influencerat që vinë në Shqipëri, patjetër që impaktojnë dhe në turizmin tonë. Përveç kësaj, në ekonomi një goxha të ardhura vinë edhe vetë nga prodhimi i këtyre produkteve, i filmave. Një film kushton goxha. Kushton goxha dhe në kushtet shqiptare, po imagjino një produksion amerikan që kushton mbi 10 milionë euro. Dhe patjetër që këto vinë futen në vendin tonë. Paguajnë njerëz, paguajnë shërbime, konsumi e gjitha bashkë me radhë. Dhe është një buxhet goxha i konsiderueshëm. Që në qoftë se ne tani llogarisim me kushtet që jemi, vetëm nga bashkëprodhimet, që do të thotë filmat të cilat financohen nga Qendra Kombëtare e Kinematografisë. Bashkëprodhuesit që ata sjellim, nuk po them asgjë private, po them këta që janë, domethënë, marrëdhënie pak më ndërshtetërore, vinë futen në buxhetin vinë treg shqiptar mbi 20 milionë euro në vit. Pa llogaritur siç thash produksione shumë private ose ndryshe që i trefishojnë këto buxhete. Dhe po flas me kushtet që jemi tani. Imagjino në një hap të mëvonshëm. Në një hap të mëvonshëm ku dhe interesi do të më i madh. Dhe patjetër influencojnë edhe në ngritjen e kapaciteteve njerëzore, që do të thotë shumë profesionistë të këtyre fushave, duke përfshi nga artistët të ndryshëm, po dhe ata që janë teknik, dhe ata që janë zanaçi në këtë, patjetër që do paguhen më mirë, do rritet më tepër numri i tyre në vend, dhe do krijohen zanate që lidhen me filmin dhe zanate të mirë paguara. Ndërkohë vendi ynë si jemi me infrastrukturën filmike dhe jemi të përgatitur mjaftueshëm për të mirëpritur industri globale, pra produksione më të mëdha se ne dhe më të zhvilluara ndoshta. Në vendin tonë është bërë një hap i mirë në investime të ndryshme që lidhen me infrastrukturën audiovizuale. Që thot kompani shqiptare kanë investuar në infrastrukturë dhe kanë një investim domethënës në këtë, që do të thot edhe produksione tuaja që vinë bëhen pjesë ose marrin shërbimet nga kompani shqiptare. Okej, po. Kështu që ekziston një infrastrukturë, patjetër që duhet gjithmonë më e madhe, sepse kërkesat gjithmonë vinë në rritje. Ajo që ne realisht na mungojnë tani janë studiot e mëdha, që disa shumë vende të botës i kanë dhe i po i ndërtojnë, po patjetër po i ndërtojnë kryesisht private, që nuk është detyrimisht diçka shtetërore, edhe pse jo mund të jetë një incentiv, një suport shtetëror në këtë sens. Kështu që infrastruktura është, po ngrihet, gjithmonë vjen duke u rritur, gjithmonë kërkesat janë në rritje, sepse edhe produksionet shqiptare po kërkojnë të ndërtojnë studio. Ajo që mungon
që është në punë e sipër, do të them që mungon, por është në punë e sipër, vazhdojnë të jenë kapacitete njerëzore. Që do thotë në vitet e fundit, në flas 20 vitet e fundit, shumë profesione të filmit kanë qenë në rënje. Ka më pak kërkesë? Ka më pak kërkesë në shkolla për të vazhduar deg të tillë, ka pas më pak kërkesë në zgjedhje pune në jetë për të atashuar këtyre profesioneve. Kështu që numri i tyre është i reduktuar momentalisht. Me këtë nuk po flas vetëm për Shqipëri, do të flas edhe në Kosovë, edhe në Malzi, edhe në Maqedoni, në gjithë vendet e rreth e qarkut. Edhe në botë, për të qenë sinqert, nuk është ka pas rënje goxha të madhe. Sepse ti jam edhe korrekt pse ka ndodhur kjo, sepse një pjesë e trinjve janë ata shumë më tepër degëve të teknologjisë, gaming, domethënë degëve të reja. Por që kjo na sjell vështirësi. Do thotë na sjell vështirësi nëse këtu do vinë produksione të mëdha, ne nuk i mbushim dot me stafet që kemi. Nëse do vinë produksione paralele, të xhirojnë në një kohë paralele, prap do kemi vështirësi të mbushim me staf. Mund bëhet për shembull në terma që të tërhiq të rinj që t'ia tashoha një shkollë të tillë, të paktën ata që e duan. Në qendër kombëtare të kinematografisë, jo më shumë se një javë më parë, çelëm zyrën e karrierës. Është zyrë e cila edhe pse është i term shumë i përdorur, i lakuar, është një zyrë e cila është shumë krejt e veçantë për institucionin tonë, por njëkohësisht edhe për industrinë tonë. Është zyrë e cila lidh të rinjt një me institucionet e edukimit, që thotë i ofron të rinjve alternativa të edukimit që lidhen me filmin, me gjithë industrinë audiovizuale, jep shanse atyre të rinjve të cilët kanë mbaruar një bachelor për to deg dhe duan të vazhdojnë një master që brenda vendit, por dhe jashtë vendit, dhe në shkollat më të mira jashtë vendit, i jep shans që të marrin një bursë studimi, një bursë studimit plot, dhe fal talentet tyre edhe punës tyre nesër pas nesër dalin nga një shkollë shumë e njohur dhe vazhdojnë perfeksionojnë më tepër. Është një zyrë e cila lidh një profesionist ose qoftë një të ri më pak profesionist me tregun e punës, me produksione që lokale ose ndërkombëtare që vinë në Shqipëri, dhe njëkohësisht lidh edhe produksionet që kanë gjithmonë nevojë për profesionistë ose për më pak profesionistë, me këta individ, me këta njerëz që të bashkëpunojnë. Kështu që kjo zyrë, unë jam shumë entuziast për të zyrën. Thash kemi filluar punë shumë i kemi ndez motorët shumë shpejt që sepse e dim që kjo është nevojë goxha imediate. Trajnime, edukim dhe ndërlidhje me tregun e punës. Dhe shpresojmë që shumë shpejt të japi rezultatet. Jeni dy përmendët pak më herët problematikën me ligjin aktual, e cituat që është i vjetër, apo sikur sa thatë edhe me burimet njerëzore. Po cilat do të listonit sërish si pengesa të tjera që aktualisht ka tregu për të fuqizuar pikërisht kinematografinë shqiptare? Ndoshta çfarë ndikimi ose çfarë incentivash mund t'japi që kërkoja në këtë rast? Në çdo vend botës sfidat janë sa të ndryshme pa aq dhe të përbashkëta. Mua tani më ndodh që takohem me profesionistë, me drejtues institucionesh të filmit, me njerëz që bëjnë politikat e kinemas dhe shoh që gjëra të vogla ndryshojnë, por në thelb janë të gjitha, domethënë problematikat janë gjithandej janë njësoj. Ajo që po është një opinion është një opinion personal, i punuar prej disa vitesh në industri, por njëkohësisht tani më duke e parë edhe pak në një këndvështrim pak më politik bërë në këtë sens, them që sfida kryesore është një mendësia, që do të thotë
filmi është një art shumë i bukur, është një art shumë tërheqës, por ka ardhur momenti që ne ta shohim në të tërësi si industri. Që do të thotë, patjetër që vlerat artistike, vlerat sociale një filmi mundësisht vinë duke u rritur, por duhet kuptuar që nuk është një art luksi më, sesa është një fuqi e madhe për të prodhuar dhe ekonomi me këtë art. Siç e ka bërë, siç po e bëjnë sa pjesa më e madhe e vendeve të botës. Më qartë. Kështu që momentin që fillojë ndryshon kjo mundësi, dhe momentin që fillojmë të shohim që kjo nuk është një kapriç ose një tek e një artisti ose një regjisor ose producenti që ka, po fillojmë ta shohim si një përgjegjësi shumë të madhe për shoqërinë, dhe për ekonominë e vendit tonë. Atëherë do fillojmë të kuptojmë që me këtë duhet investojmë te kjo fushë. Duhet investohet shteti, duhet investohet shoqëria, duhet investohet patjetër te artistët. Është qartë. Ky moment do jetë momenti decisiv. Dhe mendoj që ne po bëjmë një punë për të ndryshuar këto koncepte, dhe besoj që dhe formatimi i ligjit të ri do ta reflektojë këtë ndryshim. Dhe më pas mendoj që gjë do shihen pak më në një optik tjetër. Përveç incentivave që i përmendëm, ka ndonjë aspekt tjetër të ligjit të ri që vlen të përmendet që do të ndryshojë? Janë disa kryesore, ndër më kryesoret, janë patjetër zonat në Shqipëri të cilat do të flasim pronësitë publike gjithmonë, do të jepen për ndërtimin e studieve. Okej. Qoftë nga produksione vendase, qoftë me ato të huaja. Dhe zonat tilla do jenë ato zonat të cilat mund të kenë qenë dikur fabrika të vjetra të rënuara, tashmë të abandonuar për më tepër se 30 vjetësh. Ato mund të jenë zonat përshtatshme për të kthyer në hubet mëdha produksionesh dhe në studio të mëdha, në disa ose një konglomerat studiosh prodhuese për filmat. Duam ta testojmë si fillim me metalurgjikun e Elbasanit. Ajo është sipërfaqe shumë e madhe, metalurgjiku i Elbasanit është sipërfaqe për 250 hektarësh, por në qoftë se pak për këtyre hektarëve fillojmë të shohim edhe si vende ku mund të vendosen disa studio ndërkombëtare, do ishte edhe shqiptare patjetër. Do ishte shumë mirë. E dyta është rjetëzimi i sallave të kinemas në vend. Që të thotë në Shqipëri, për investimeve pushtetit lokal, janë investuar tashmë diku tek mbi 10 salla kinemaje, të vogla, mëdha. Janë funksionale? Mund të jenë funksionale, por nuk janë funksionale të përditshme për shumë arsye. Sepse për arsye shumë banale ndonjëherë. Për arsye edhe sepse nuk ka një njeri në atë bashki që të projeksionojë, që s'ka pse, domethënë, po su trajnua s'ka si ketë, kupton? Kështu që duam të, si fillim kemi hartëzuar ku janë këto salla kinemaje, po shohim mundësitë e shtimit të këtyre sallave, që aty që janë pothuajse gati të investohet dhe pak të bëjmë më tepër gati, të trajnojmë stafin e bashkive, sepse janë salla në pronësi të bashkive të Shqipërisë, ti trajnojmë stafin 2-3 veta, se si të projeksionojnë në këto salla, ose si të mirëmbajnë këto salla kinemaje, po dhe si ti menaxhojnë, sepse është shumë e rëndësishme, dhe më pas ti furnizojnë me content shqip. Bëhet një program vjetor për të gjitha sallat bashkë, ku filmi shqiptar, filmi që flet shqip në sakt, të shkojë te televizit në të gjitha këto salla. Një për arsye që të shihet filmi shqip, sepse realisht është vështirë të shkojë te publiku. Ne kemi një film që shkon shumë mirë në festivalet të mëdha, fiton çmime, është një film goxhë i vlerësuar, por është më i vështirë për të shkuar te publiku shqiptar. Kështu që është shumë e rëndësishme të shkojë te publiku shqiptar, sepse edhe publiku shqiptar ka nevojë të edukohet me filma të mirë shqip,
Dhe e dyta, të filmat të monetizohen, të filmat të shesin bileta. Mos jenë në varësi vetëm të sallave komerciale, private të Tiranës, por të keni mundësi që të lëvizin në përrethe, të shtojnë të ardhurat e tyre, të shtojnë të ardhurat patjetër edhe të buxhetit e bashkive, sepse biletat shiten edhe për bashkit, por implicit shiten edhe për produksionet që i marrin. Të pretendojmë ta nisim shpejt në territorin shqiptar dhe akoma po prap shpejt ta hapim edhe në vende të tjera shqipfolët, siç është Kosova, Malezi, Maqedonia e Veriut, ku ka komunitet shqiptar dhe filmi shqiptar mund të vizi lirshëm në këto. Këto janë po zbuli vetëm 2 nga iniciativat që duam të marrim, por që janë 2 ndryshime esenciale në këtë aspekt. Si thash, edukimi është i pari, dytë është incentivimi i produksioneve shqiptare dhe tuaj ta shohin Shqipërinë si sheqërim, po dhe si një lokacion për të vendosur studiot e tyre. Joni, do doja që bisedën tonë sot ta përfundojmë me një pyetje ndoshta pak futuriste, si e shikon pozicionimin e Shqipërisë në hartën ndërkombëtare të prodhimeve filmike në 5 vitet e ardhshme ndoshta? Mua në 5 vitet e fundit më është dashur të jem shumë i përfshirë në industritë kreative, që thot patjetër që vendi kryesor e zënë në audiovizualin. Kam vënë re që në 5 vjet në Shqipëri ka ndodhur shumë ndryshime në industritë kreative. Që do të thotë Shqipëria në krye të 5 vjetëve në industrinë e lojrave, gaming, që është pjesë e industrisë audiovizuale dhe do jetë pjesë e industrisë audiovizuale me ligjin e ri, ka avancuar me hapa galopante. Në ke lojra sot shqiptarë që janë në treg ndërkombëtar të njohura. Ditë të them që në industrinë e koncerteve prap kemi bërë hapa shumë dha këto 5 vjet të fundit. Llogarit që në Tiranë kanë ardhur këngëtar ndërkombëtar. Është vërtet. Në organizime koncerte. Gjithashtu dhe në industrinë audiovizuale, në një kohë ku para 5 vjetësh në Shqipëri prodhoheshen diku te 2-3 filma në vit të gjatë dhe pothuajse as edhe një tek tuk në një film independent. Sot që flasim, ne prodhojmë diku përfshirë bashkë me filmat independent, më tepër se 10 filma independent të gjatë po flasim. Në vit gjithmonë. Kështu që hapat në 5 vjet janë bërë goxha të mëdha. Fokusi ka qenë i mirë edhe i për të qenë i sinqert edhe i shtetit në këtë aspekt, sepse qoftë pushteti lokal, qoftë pushteti qendror e ka pas fokusin te kjo gjë. Shpresoj që të vazhdoj dhe besoj që në 5 vitet e ardhshme të gjitha këto degë të industrive kreative, por njëkohësisht edhe filmi dhe audiovizuali si pjesa më kryesore e përbërjes së industrive kreative, zhvillimin ta kem goxha më të madh. Se shihet Shqipëria si një vend, pak në atë që unë lexoj në çdo forum që shkoj, në çdo konferencë ose mbledhje me profesionistë të fushës, e shihet si një vend në zhvillime sipër dhe interesesh gjithmonë më i madh për të ardhur dhe për të bashkëpunuar me Shqipërinë dhe për të investuar në Shqipëri. Kështu që besimi im që Shqipëria mund të ecë në hapa shumë të mirë, në hapa më të mirë edhe se vendet e rajonit, dhe të krijohet një lloj nukli në gjithë të rajon për industrinë e filmit, qoftë me si lokacion, por qoftë edhe si një vend ku prodhohen prodhime të ndryshme audiovizuale. Besimi im është i madh në këtë. Por ka diçka, momenti është tani për ta kap. Që thotë, në qoftë se ne vonohemi për të qoftë për të reformuar ligjin, qoftë për të futur në zbatim incentiva të ndryshme, dhe të fati një vend tjetër në rajon. Kështu që o e kapim tani dhe e mbajmë gjatë, ose s'do jetë radhajon kjo, do vi i herë tjetër radhajon, po unë jam realisht besimtot që
gjasat janë të mira, që ne ti bëjmë detyrën tonë si institucione tani, dhe njëkohësisht edhe komunitetit ti serviri me atë që ti fusim punë për atë që ata din bëjmë më mirë. Jonit, faleminderit që ishe sot në Biznes Plus. Falenderoj unë ju dhe ishe shumë kënaqësi.